Qeveria shqiptare është duke realizuar një investim të rëndësishëm në rrugën Bunavi-Kërkov. Kreu i qeverisë Edi Rama, i shoqëruar nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, inspektuan punimet në këtë aks, i cili tashmë ka hyrë në fazën e dytë të ndërtimit për të hapur një perspektivë të re zhvillimi për 7 fshatra të njësive administrative Qendër dhe Llakatund, e njëkohësisht për të shërbyer bazës ushtarake të Bunavis, që do të ketë edhe forcat e emergjencave civile, duke ju dhënë kënaqësi, sipas kryeministrit Rama, ta nisnin ditën me energjinë e njerëzve të paepur të kësaj zone. Bazën detare toksore ajrore Shqipëria në Vlorë ka në histori, kështu që ajo që thonë dhe ju shpesh, pra sa herë bëjmë një investim civil, i shërben edhe një infrastrukturë ushtarake dhe anasjellës. Ja themi që tani, edhe këtu është mirë të bëjmë ndërhyrje këtu. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjitha të punë me konvikte dhe shkolla profesionale që do bëhen konvikte europiane që kush shon fëmijën sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale ta ketë me kushtet më të mira. Tani po bëjmë ato të tjera të ndërë, tani këtu u vinë ushtarakët për muajt e parë, do t'i bëjmë kushtet optimale tani. Të kemi mundësit, bëjmë një investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim me sistemin e kursimit e energjisë, t'i jenë top. Këta kanë hedhur italianin mbrapa ndet. Këta i kanë treguar dhëmbët Gjermanit kur donte të vinte të kapte italianin se e morën këta në mbrojtje. Këta kanë fshehur ebrejt në përmale dhe nuk kanë lënë një ebrej ta kapin gjermanët. Dakor? Këta i ka rezistuar imperializmit amerikan fuqishëm. Sovjetikun as nuk e llogarisin fare, kanë kthyer mbrapsh Bashkimin Sovjetik, i mbajtën dhe në ndet se të pengë. Tani këta mor vlla për 1 kilometër rrugë, e di çfarë bëjnë apo jo, kështu që më mirë bëja se ta bën pastaj. Qeveria shqiptare ka zhvilluar në Vlorë edhe një tjetër investim shumë të rëndësishëm sa i përket transformimit të hidrovorit të Akërnis. Kreu i qeverisë Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri e Bujqësisë dhe Ushqimit Anila Denaj, kanë inspektuar hidrovorin e Akërnis, që sipas kryeministrit është i rilindur me një investim që garanton kullimin e afro 5.000 hektarëve tokë bujqësore dhe zonave rurale të banuara, si dhe mbron aeroportin e ri ndërkombëtar të Vlorës nga përmbytjet. Kjo zgjidh problematikën e tmerrshme. Përfundimisht gjithë edhe puna e aeroportit. Përfundimisht gjithë zonën. Janë rast përmbytje për shembull, me këto popa që tani ka një edhe do shumë shpejt sa prej me një muaj. Do me thënë ato hallet që kemi pas në kaluar nuk do i kemi. Zona nuk e më. Sistemi është sistemi i verdhë, me herë kemi përsim shumë të madh për energji. A bëj një kështu ti tresh kështu, edhe bëj të xhaxhan tim kaçë. Do në kanal. Është mes po Ai është giganti valla. Ai është gjenda. Edhe me këtë pesë. Investimi në hidrovorin në Akërnis ka synuar në zvendësimin e elektropompave ekzistuese, teknologjia vjetëruar e të cilave është zvendësuar tashmë me sisteme moderne. Kjo teknologji e bën hidrovorin më efikas dhe ekonomik, duke sjellë një lidhje të ndjeshme të efikasitetit të largimit të ujrave kulluese.